Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin ditën e sotme, këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit tashmë nga jeta e ish fermerëve. Dua pak të ndaloj tek fenomeni Mimoza Ahmeti që me të dal nga ferma ka kapluar rrugtimin e saj të bukur të suksesit në skenën të modelizmit. Kujt ja merrte mendja? Kujt ja merrte mendja që Mimoza do të bëheshte një modele fantastike, një dimension tjetër që në fakt nuk e ka treguar më herët në ferma VIP. Siç duket, përpos 129.000 eurove të premtuara kundër drejt Mimozës, që jam shumë i bindur që produksioni do t'ja jap, normalisht, nuk do të bëj padrejtësi tek fermerët. Mimoza tashmë po e shijon edhe suksesin e saj. Fituesi, por jo vetëm fituesi, të gjithë ato të cilët rrëmbejnë zemrën e audiencës, të gjithë ato të cilët audienca i do, i duar troket, i mbështet, marrin të mirën marrin sukseset e këtij reality show. Dhe Mimoza Ahmeti, një grua fantastike, një personazh fantastik, që në fakt na bëri të gjithë publikun shqiptar ta duam, ta mbështesim, ta duar trokasim, të jemi me të jemi pranë saj, ka ditur të mbërthej audiencën dhe ka ditur të bëj për vete audiencën. Domethënë ka bërë për vete një audiencë të gjerë. Armina Mevlani, opinioniste e ferma VIP, ditën e sotme ka patur pasarelën e saj. Ne dim që Armina merret me dizajne të bukura fustanesh, dizajne tërheqëse, që në fakt po tërheq publikun, dhe Armina ka qenë një personazh që ka kushtuar jashtëzakonisht shumë për pamjen e Mimozës. Do me thënë, në shumicën e prajmeve, veshja e Mimozës ka qenë e kujdesur nga Armina Mevlani. Do me thënë, Armina ka qenë në rrugtimin e bukur të Mimoza Ahmetit, me fustane të bukura, me kostume të bukura, me sako interesante. Dhe për një lloj falënderimi që Armina i ka qëndruar afër Mimozës, sepse realisht veshjen e dytë që Mimoza e veshi në fermë, sepse kur hyri nuk kishte shumë rroba, nga që nuk ishte personazh që i kushtonte shumë rëndësi kësaj gjëje, Mimoza kërkoi nga produksioni që produksioni të mundeshte të siguronte diçka të bukur, por kjo diçkaja e bukur erdhi si dhuratë nga Armina Mevlani fillimisht, dhe më pas në pasarelën e verës, për të treguar edhe stilet se çfarë fustanesh do të ketë verës, çfarë dizajnime ka bërë Armina së bashku me ekipin e saj, Armina kishte përzgjedhur një nga vajzat e cila do të sfilonte në pasarelën e saj të ishte edhe Mimoza Ahmeti, personazhi që në fakt e bëri për vete të gjithë audiencën. Mimoza në TikTok është prezantuar me një fustan të bardhë, një fustan tejet elegant, tejet luksos, që në fakt të tërheq në momentin e parë, një fustan që Mimozën e ka bërë të ndjetë një princesh, se zakonisht do me thënë kur një femër vishet me fustan të bardhë, ajo shndrohet në një princesh, dhe vërtet Mimoza ishte një princesh, dhe unë e pash dhe ju shikoni videon që Mimoza po e shijonte këtë pasarelën. Do me thënë, Mimoza po e bënte me shumë dashuri. Mimoza akoma, sepse njeriu lexohet nga syt, për mendimin tim, akoma nuk arrit dot ta kupton dhe akoma nuk arrit dot ta percepton se sa dashuri ka marrur jashtë, se sa e duan jashtë, dhe se çfarë janë në gjendje shqiptarët të bëjnë për të, vetëm e vetëm që Mimoza të jetë mirë dhe Mimoza të ketë një jetë të lumtur. Unë e shoh Mimozën të përmbushur, në fakt e ka ëndruar këtë jetën, sepse unë gjithmonë e kam thënë, domethënë të gjitha komentimet që kam bërë, unë kam thënë që Mimoza ka merituar me kohë që të jetë artiste në këto dimensione, sepse ajo artiste ka qenë, por në këto dimensione Mimoza është dashur me kohë që të jetë, do me thënë ka dhuruar
emocion, ka dhuruar dashuri, ka dhuruar pasion dhe kjo në fakt e bën mimozën që të jetë e veçantë. Dhe për këtë pikë, unë e shikoja mimozën tepër unike dhe tepër të fortë në karakterin e saj. Unë i uroj të gjitha të mirat, uroj që gjithmonë të na vi me surprizat të tilla, unë e prisja në fakt që mimoza të fillonte që të ngjiteshte në skenë, të fillonte që të merrte surpriza, të fillonte që të bënte gjëra të bukura, do me thënë e shoh që po i shkojnë gjërat shumë bar dhe mendoj që edhe me këtë kombinimin që bëri tani të Armina me Vlanit, do me thënë me këtë hyrjen në modelizëm, edhe këtu edhe njëherë e dëshmoj mimoza veten që është një fenomen që do me thënë kudo që shkon mimoza bën. Mimoza nuk është se ka përzgjedhur që të pushon gjatë kohë, do me thënë nga ferma, ajo ka përzgjedhur që të jetë aktive, ka përzgjedhur që të jetë në skenë, ka përzgjedhur që të jetë pranë njerëzve të cilët e duan edhe e mbështesin, me patjetër që do të jetë pjesë edhe e medias. Unë në fakt kam pritur intervista nga Mimoza Ahmeti për të treguar rrugtimin e saj, për të treguar momentet e saj, për të treguar jetën e saj, por nuk ka patur dhe për këtë qënë unë mendoj që Mimoza tashmë avash do t'i rikthehet normalitetit, do t'i rikthehet botës në të cilën ajo u përfshi, në të cilën ajo është dhe në të cilën ajo po jeton. Do thënë Mimoza po jeton momente shumë të bukura dhe po kënaqet në famën e saj. Kjo tregon që Mimoza, do me thënë, ka filluar tashmë të rimerë veten me botën e jashtme. Besoj që privatësi nuk e ka më, sepse gjatë gjithë kohës ka kërkuar privatësi. E shikoja edhe në spektakël, do me thënë në të dy post ferma VIP Mimoza kërkonte privatësi, gjë që në fakt nuk ekziston sepse tashmë ajo është bërë një personazh, por mendoj që Mimoza do të mundoj që ta ruan këtë që e ka krijuar, sepse është një dhuratë të cilën e ka merituar edhe më herët dhe ta jeton, do të thënë ta jeton këtë momentin. Gjithsesi, një princesh e bukur sot shëndriti në pasarel. Prezenca e Mimozës ka marrë shumë vëmendje dhe Armina Mevlani është vlerësuar jashtëzakonisht shumë, do të thënë që përzgjodhi që një fenomen si Mimoza Ahmeti të ishte pjesë e një rrugtimi të saj, pjesë e një suksesi të saj që realisht është një sukses që Armina e ka punuar, e ka studiuar, e ka mirë menduar që të vi tek publiku shqiptar. Do me thënë, shqiptarët vlerësojnë gjërat e veçanta. Besoj që dhurata për Mimozën ka patur pafund. Mimoza fatkeqësisht nuk është shumë aktive në Instagramin e saj, por e ka bërë që do me thënë të jetë e veçantë në të gjitha dimensionet dhe të jetë unike në dimensionin e saj. Ne do të takohemi sërish së bashku gjatë ditës së sotme, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për të qenë sa më shumë aktiv dhe për të na dhuruar sa më shumë dashuri.